Kol Bushpepa, shqiptari i cilësuar nga mediat italiane si bosi i kokainës në Venecia, u arrestua pas 4 vitesh në Arrati. 45 vjeçari jetonte i fshehur në Dubai, ku kishte ftuar familjarët për të festuar vitin e ri dhe më pas ishte rikthyer fshehur azi në Shqipëri. Lëvizjet e shpeshta të familjarëve dhe udhëtimet e tyre u vunën vëzhgim nga autoritetet italiane dhe shqiptare, të cilat arritën më pas të lokalizonin Bushpepën dhe të arrestonin gjatë një operacioni të përbashkët. Hetuesit ndoqën udhëtimet e bashkëshortes dhe të afërmve të tij, derisa arritën të lokalizonin vetë Bushpepën në Tiranë, ku edhe u arrestua. 45 vjeçari kërkohej ndërkombëtarisht prej vitit 2022 për trafik droge dhe organizat kriminale. Ai ishte dënuar në mungesë me mbi 5 vite burg. Bushpepa dyshohet se drejtonte një rrjet të strukturuar të shpërndarjes së kokainës në Venecia dhe zonat përreth, me miliona euro fitime çdo vit. Grupi kriminal përdorte mesazhe të koduara, ndërronte vazhdimisht kartat SIM dhe lëvizte sasi të mëdha parash, duke shmangur autoritetet.